Prandaj të tillë ishin Ebu Bekri dhe Umeri radiallahu anhuma. Umeri radiallahu anhu ka qenë një njeri, një lider i madh që ka mendu kuranikisht. Pra ka pas mendje larg po mëse. Ka qenë një njeri që ka qenë një burr shtetas, ka qenë një khalif, ka qenë një njeri shumë i drejtë, i cili e ki gjetë gjithmonë pranë të varfërve, pranë jetimve. Sa që du ta tregoj një histori shumë interesante, kur ka qenë kryeministër i vendit, prins i muslimanëve, tash ta marrim shembull kryeministri i një vendi, një shteti, edhe gruaja e tij, po ashtu, zonja e parë që quhet ndryshe, dhe duke kalu rrugës i ndëgjon disa britma. Edhe si kryeministër zbret me gjithë atë ushtrinë e vet, edhe të nalu ju se u duhet hi vet personalisht. Troket të dera, 3 herë deli zoti i shtëpisë. Thot, a mund t'ju ndihmoj diçka se ndjeva disa britma ndaje. Thot, nuk e di o prinsi këtij vendi, a do të mund të na ndihmosh, po kam gruan që është shtatzan, është tulind. Thot, po atjetër, thot, prit, shkon e merr gruan e vet. E me ato peshqira, me ato gjana, me shku minimum gruas të atij qytetarit vet. Tash, imagjinoni, gruaja e kryeministrit po vjen po kujdeset edhe për detajet e një qytetare në mesin e qytetarëve, për lindjen e një foshnje. Pastaj, Omeri po kujdeset që t'ja bje ujë, t'ja bje ato gjona rreth për qark. Pra çash modest janë kanë prinsit e atëhershëm. Modest. Janë kanë pranë qytetarit. Janë kanë pranë njerëzve të tyre. Se pranësia pranë krijesave të Allahut ty të lartëson o zotëni. Pranësia, afërsia afër njerëzve, sa më shumë ti dush njerëzit, ti e ke do veten. Nëse ti i dashur me njerëzit, nëse ti i respektueshëm, nëse ti ndihmon njerëzve, a mendon që ty nuk do të ndihmon dikush? Hal jazau l-ihsani ila l-ihsan, garanci e plot. Zoti ka thënë në surën Rahman.